Por unë nuk po dëshiroj sepse unë dëshiroj me kriju tema të shumë i pranushëm që është i pranushëm. Po më aftushëm, jo deri. Po na vjen me përsëri po kolegë të opozitës, të cilët kanë thonë në caktuar që i përtuj, që heq pa e morë për të përtuj. Si do kishte vërtet qëllim, në u shkopustora, në një institucionet, Albin Kurti e kishte e kalu këtë problem, po dënë qëllim shumë e mojtë blokadë. Dhe kjo blokadë vërtet juar në morë fund, sepse duke mojtë blokadën, është duke pengu marrjen me temat që nga takojnë, marrjen me temat që përzojnë shqiptarë. Nuk po lejohen pa konstruktu vendit me diskutu për çmimin e energjisë elektrike. Nuk po na lejohen që me ardhë këtu dhe me kërku me i shkakuj komplet mandor të Kurtit të Rrezë. Me marrë me problemet ditore që ka njerëzit në lidhje me çmimeve. Me marrë me problemet që ka Kosova që shtet në degradimin e raportet puna ndërkombëtare. Me marrë me temat që vërtet na takojnë dhe çka na kanë kuptuar qytetarët. Fakti që po e mbajnë peng vendit, po e mbajnë peng ku vendit, po tollën me ku vendit duke na ftu çdo 40 minuta ka 3 minuta, e duke na marrë peng drejtën se dëshirojnë me bërë një person caktuar. Për dhe do të pa të pranueshme dhe ne bashkë duhet me dalë të kësaj situatë. Hapin e parë e ka personalisht atë punkti si kryetar i vendosur që i takon me e propozuar kandidatin. Dhe ai duhet me rrugë kandidat. Që 5 herë që vërë nuk i ka vota. Nuk i ka vota as për qeveri. Sigur të kishte vota për qeveri, kishte pas vota edhe për kryetar të vendit. Me qenë se nuk i ka, ai dështimin e tij personal, që s'mundet më bëj kryeministër, po dëshiron me elon si pjesë të kësaj blokade të cilën është duke përshëndetur. Rigrafniqi për vetë. Jo, s'ka absolutisht s'ka arsye me na ftu Albin Kurti, nuk ka mandat me na ftu. Ai është vetëm një deputet. Është deputet. Po s'ka nevojë me na ftu në Norvesh, duhet me ardhë me propozuar dikon tjetër. Nuk po dëshirojmë ne me ia imponu atij kandidatit. Le të provoni, ka 48 deputet. Vetën le të propozon. Po drejt, ajo është kryetari, është deputet ai, s'është kryeministër. Ajo është deputet. Le të provon, nashta votojnë. Nuk besoj që voton se ka merituar me votu, ai se ka merituar edhe si voton as ministër më vonë, si jo kryetari i kuvendit. A fatin ligjore të cakimin e datës së zgjedhjeve lokale vetë ka nisur nga presidentës. A jeni gatshëm që zgjedhjet se s'dolëm me kësaj situatë na zgjedhur të mojt në majan qershor. Nuk mund me elon vendin tang të tekeve të Albin Kurtit të Albolena Haxhiu. Kjo është e tmerrshme çka është ndodhur vendit. Që tu përfaqësojnë qytetarët e Kosovës, ç't soll. Këtë soll e kanë marrë peng lëvizjave të vendosjes dhe këta duhet me liru sollën për me përfaqësuar interesin e qytetarëve për çka jemi votuar këtu. Pra, mos më thonë na e kem Albolena Haxhiun më të rëndësishme se 966.000 vota që kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Kjo është nuk dëshiroj të në hyjë në pjesën e kushtetuese të interpretimit kushtetues të mandatit të presidentit. Po vërtet është që presidenti ka menduar për te dispozitave konkrete, legale, kushtetuese ka edhe një mandat me siguru unitetin qytetar. Në këtë kuadër nuk e paragjykoj dhe s'du që përgjigjja ime të tingëlloj as i ftesë, as i thirrje e as i pengesë për një gjë të tillë. Por për dallim prej kryeministrit, presidenti është në mandat ligjor, kushtetues dhe e ka kompetencën që ne garanton kushtetuesi. Po paragjykoj se është e vlerë një asysh më të përgrauar në përtjep se manera po makinë në fond boja të dyshoncën, vetëm se konfonon po nëse më është short, Albolena Haxhiu nuk ka lënë, nuk i kanë vot. Nuk i kanë pas të shtot, na mund në orë 50 ashtu, prapë që kanë me marrë votën tonë për të. Andaj unë i ftoj edhe një herë, ndrojnë e kandidatë, cërën e dikën që i merë votat e tolim nga të stotë, hecim tutje, shkojmë edhe të konstruimi i qeverisë Republikës Kosovës. Faleminderit shumë.